Në muajin gusht të vitit 1953, kur forcat e sigurimit të shtetit hynë në zyrën e ish-kryetarit të presidiumit, Omer Nishani, ata gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte. Një dosje e mbyllur me vulë të kuqe, e fshehur në sirtarin e 2 fish të tavolinës së tij të punës. Brenda saj, lista e plotë e emrave të atyre që Nishani kishte refuzuar t'i dënonte me vdekje, kundër urdhrave të Enver Hoxhës. Çdo emër ishte shënuar me shkronja të vogla, të dridhuara, si një lutje e fundit. Por vetëm pak javë pas zbulimit të kësaj dosjeje, Omer Nishani u gjeti vdekur në shtëpinë e tij. Zyrtarisht vetvrasje. Por askush nuk pyeti pse një njeri që sapo kishte humbur pushtetin do të kishte nevojë të mbante një listë kaq të rrezikshme. Kush e mori atë dosje? Dhe më e rëndësishmja, çfarë i tregoi ajo Enver Hoxhës për natyrën e vërtetë të njeriut që do ta zëvendësonte Nishanin? Një muaj më vonë, më datën 1 gusht të vitit 1953, një burr i gjatë, me pamje aristokrati malsori, u ngrit në podiumin e Kuvendit Popullor. Emri i tij ishte Haxhi Lleshi. Ai vinte nga Zalldardha e Dibrës, nga një familje që kishte sunduar ato male për breza me radhë. Familja e tij kishte qenë armiqe betuar të mbretit Zog, sepse Zogu u kishte vrarë të afërm. Tani, ky njeri që përfaqësonte gjithçka që komunistët urrenin, pronësi private, oxhaqe të pasura, traditë feudale, po bëhej kryetari i shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Salla shpërtheu në duartrokitje. Por në rreshtin e parë, Enver Hoxha nuk duartrokiste. Ai vetëm shikonte Haxhi Lleshin me një buzëqeshje të hollë, të ftohtë, si një gjuetar që sapo kishte vendosur lak për një kafshë të rrallë. Çfarë kishte ndodhur midis këtyre 2 burrave që njëri prej tyre pranoi të bëhej hija e tjetrit për 29 vjet me radhë? Për ta kuptuar këtë, duhet të kthehemi në vitet e para pas luftës. Shqipëria e vitit 1944 ishte një vend i coptuar nga urrëtiet krahinore. Veriu, i dominuar nga gegët, ishte thellësisht antikomunist. Aty, njerëzit besonin te besa, te tradita, te feja. Ata kishin luftuar kundër italianëve dhe gjermanëve, por kur nuk e kishin pranuar idenë e një shteti që do t'u merrte tokën, do t'u mbyllte xhamit dhe do t'u shkulte rënjët. Në Postrib, në Koplik, në Mirdit, kryengritjet e armatosura shpërthyen si zjarr në kashë të thatë. Enver Hoxha e dinte mirë se nuk mund ta mbante pushtetin vetëm me terror. Ai kishte nevojë për një fytyrë veriore, për një njeri që do të qetësonte malet, që do t'u thoshte malsorëve, shihni, edhe një prej jush është këtu, në majë të pushtetit. Dhe kështu, sytë e tij ranë mbi Haxhi Lleshin. Lleshi nuk ishte një njeri i zakonshëm. Gjatë luftës, ai kishte qenë komandant i forcave partizane për qarkun e Dibrës. Ai kishte fituar popularitet, sepse luftonte me guxim dhe sepse emri i familjes së tij mbante peshë. Por Enver Hoxha e dinte diçka që të tjerët nuk e dinin, Haxhi Lleshi kishte një dobësi të madhe. Ai e donte jetën. Ai e donte komoditetin, privilegjet, respektin që vinte nga pushteti. Dhe më e rëndësishmja, ai kishte frikë. Frikë nga fati i Omer Nishanit, i cili kishte guxuar të tregonte shenja pavarësie dhe ishte gjetur i vdekur pak kohë më vonë. Frikë nga spastrimet të përgjakshme që kishin filluar të glabëronin edhe shokët më besnik të luftës. Enver Hoxha nuk i ofroi Haxhi Lleshit pushtet të vërtetë. Ai i ofroi diçka shumë më të çmuar, jetë të sigurt. Pakti ishte i thjeshtë, por i tmerrshëm. Haxhi Lleshi do të bëhej kryetar i presidiumit të Kuvendit Popullor, pozicioni më i lartë në shtet sipas kushtetutës. Ai do të jetonte si një aga i vërtet, me gjueti, festa dhe një jetë private që do të ishte e paprekshme nga moralizmi i ashpër i partisë. Ai do të mbante emrin dhe nderin e familjes së tij. Por në këmbim, ai do të bëhej hija e Enver Hoxhës. Ai nuk do të merrte asnjë vendim pa miratimin e diktatorit. Ai do të firmoste çdo dekret, çdo dënim me vdekje, çdo ligj që do t'i shkulte rënjët krahinës së tij. Dhe më e rëndësishmja, ai nuk do të fliste kurrë. 29 vjet heshtje absolute. A mund të imagjinoni çfarë do të thotë kjo? Të ulesh në mbledhjet e byros politike, ku shokët e tu të luftës akuzohen për tradhti dhe dënohen me vdekje, dhe ti të mos thuash asnjë fjalë. Të shikosh si veriu i Shqipërisë shtypet me hekur dhe gjak, si xhamit dhe kishat prishen, si njerëzit e krahinës tënde dërgohen në kampe pune, dhe ti të vazhdosh të buzëqeshësh dhe të duartrokasësh. Çfarë lloj njeriu pranon një pakt të tillë? Haxhi Lleshi e pranoi.
Dhe në atë moment, ai nuk ishte më një malsor i Dibrës. Ai ishte bërë një mjet në duart e Enver Hoxhës, një fasadë e hollë që mbulonte fytyrën e vërtetë të diktaturës. Por çfarë ndodhi me shpirtin e tij gjatë atyre 29 viteve? Çfarë mendonte ai kur firmonte dënimet me vdekje të njerëzve që njihte, që ishin nga fshati i tij, që ishin luftuar krah për krah me të? A e humbi ai gjumin ndonjëherë? Apo ishte kthyer në një makinë të ftohtë, që kishte mësuar të jetonte me gjakun në duar? Këto janë pyetjet që do t'i shqyrtojmë në këtë hetim. Sepse historia e Haxhi Lleshit nuk është vetëm historia e një njeriu që shiti shpirtin për pushtet. Është historia e një pakti të zi që tregon se si funksiononte makina e terrorit të Enver Hoxhës. Dhe është historia e një heshtjeje që zgjati gati 3 dekada, derisa vetë heshtja u bë më e zhurmshme se çdo fjalë. Në fillim të viteve 50, Shqipëria ishte një vend ku frika kishte zëvendësuar çdo formë tjetër komunikimi. Njerëzit nuk flisnin më me njëri tjetrin për politikë. Ata nuk besonin as tek fqinjet, as tek familjarët e tyre. Sepse çdo fjalë e gabuar mund të kthehej në një raport për sigurimin e shtetit, dhe çdo raport mund të përfundonte me një arrest në mes të natës. Në këtë klim terrori, Enver Hoxha kishte ndërtuar një sistem ku pushteti i vërtet nuk qëndronte te institucionet, por te frika që ai ushtronte mbi njerëzit. Dhe Haxhi Lleshi ishte pjesë thelbësore e këtij sistemi. Por si arriti Hoxha ta bindë një njeri me një emër kaq të fuqishëm, me një familje kaq të respektuar, të pranonte të bëhej një kukull? Përgjigjja fshihet në një takim që ndodhi pak javë para emërimit të Lleshit si kryetari i presidiumit. Ky takim nuk është regjistruar në asnjë proces verbal zyrtar, por dëshmitarë që ishin afër Hoxhës në atë kohë kanë treguar detaje që nuk mund të injorohen. Takimi ndodhi në vilën private të Enver Hoxhës, në blok, zonën e mbyllur ku jetonin vetëm anëtarët e lartë të partisë. Haxhi Lleshi u ftua atje në mbrëmje, pa asnjë shoqërues. Kur ai hyri në zyrën e Hoxhës, gjeti diktatorin duke pirë çaj, i qetë, pothuajse miqësor. Por mbi tavolinë kishte një dosje të trash, të mbyllur me një shiri të kuq. Hoxha nuk e hapi dosjen menjëherë. Ai filloi të fliste për luftën, për sakrificën e shqiptarëve, për nevojën që vendi të mbetej i bashkuar. Pastaj, me një lëvizje të ngadaltë, ai e shtyu dosjen drejt Lleshit dhe tha: "Këtu janë emrat e të gjithë atyre që kanë tradhtuar revolucionin në Dibër. Disa prej tyre janë njerëz që ti njeh. Disa janë madje të afërm të tu. Nëse ti bëhesh kryetari i presidiumit, do të duhet të firmosësh dënimet e tyre. Sepse nëse nuk e bën ti, do ta bëj dikush tjetër. Dhe atëherë, emri yt nuk do të jetë më i sigurt." Kjo ishte strategjia e Enver Hoxhës, ai nuk kërcënonte drejt për drejt. Ai thjesht vendoste para teje një zgjedhje që në të vërtetë nuk ishte zgjedhje. Ose ti bëheshe bashkëpunëtor në krimet e tij, ose ti bëheshe viktime e tyre. Dhe Haxhi Lleshi, duke parë atë dosje të kuqe, kuptoi se nuk kishte rrugë kthimi. Ai e dinte se nëse refuzonte, emri i tij do të shfaqej në një dosje të ngjashme, dhe dikush tjetër do të firmonte dënimin e tij me vdekje. Kështu që ai pranoi. Ai mori dosjen, e hapi dhe lexoi emrat. Disa prej tyre ishin njerëz që ai kishte njohur që fëmijë. Disa ishin luftuar krah për krah me të kundërpushtuesve. Por ai nuk tha asnjë fjalë. Ai thjesht mbylli dosjen, e ktheu te Hoxha dhe tha: "Do të bëj atë që kërkon partia." Në atë moment, Haxhi Lleshi nuk ishte më një njeri i lirë. Ai ishte bërë një peng i sistemit që sapo kishte pranuar të shërbej. Dhe Enver Hoxha e dinte këtë shumë mirë. Ai e dinte se tani Lleshi nuk mund të rebelohej kurrë, sepse çdo rebelim do të nënkuptonte pranimin publik të gjithë krimeve që ai kishte firmosur. Lleshi ishte kapur në një rrjet që sa më shumë të përpiqej të lirohej, aq më shumë e mbytej. Dhe kështu filloi një marrëdhënie e çuditshme midis diktatorit dhe kukullës së tij. Hoxha e trajtonte Lleshin me një lloj respekti formal, por të ftohtë. Ai e ftonte në drek, i jepte dhurata, i lejonte të jetonte një jetë luksoze që ishte e ndaluar për të tjerët. Por në të njëjtën kohë, ai e mbante në vëzhgim të vazhdueshëm. Çdo lëvizje e Lleshit raportohej te sigurimi. Çdo bisedë private përgjohej. Çdo mik i ri që ai bënte kontrollohej dhe katalogohej. Por çfarë mendonte Haxhi Lleshi për gjithë këtë? A e kuptonte ai se ishte bërë një rob i sistemit? Apo ai kishte bindur veten se po bënte një sakrificë për të mirën e krahinës së tij?
Disa historian besojnë se Leshi kishte zhvilluar një lloj justifikimi të brendshëm. Ai mendonte se duke qëndruar në pushtet, ai po mbante gjallë shpresën se një ditë do të mund të ndikonte në vendime, se do të mund të shpëtonte jetë. Por kjo ishte një iluzion. Në 29 vitet që ai qëndroi kryetar i presidiumit, nuk ka asnjë provë se ai refuzoi ndonjëherë një kërkesë të Enver Hoxhës. Asnjë dënim me vdekje nuk u fal nga Haxhi Leshi pa miratimin paraprak të diktatorit. Asnjë ligj nuk u kundërshtua. Asnjë fjalë e vetme kritike nuk u shqiptua. Ai ishte bërë një hije, një fantazm që lëvizte nëpër korridoret e pushtetit pa lënë asnjë gjurmë. Dhe ndërkohë, veriu i Shqipërisë po shkatërrohej. Në vitet 60, regjimi filloi kolektivizimin e detyruar të tokave. Malsorët që kishin jetuar për shekuj me tokën e tyre u detyruan ta dorëzonin atë në kooperativa shtetërore. Ata që refuzuan u arrestuan, u dënuan, u internuan. Xhamit dhe kishat u shndërruan në magazina ose u shembën plotësisht. Traditat, besa, nderi, gjithçka që kishte mbajtur gjallë identitetin e veriut, u shpall armiqësore ndaj socializmit. Dhe Haxhi Leshi, njeriu që duhej të ishte zëri i veriut në qeveri, nuk tha asnjë fjalë. Ai vazhdoi të shfaqej në ceremoni zyrtare, të mbante fjalime për fitoren e socializmit, të duartrokiste kur Enver Hoxha fliste. Por a e humbi ai gjumin ndonjëherë? A e ndjente ai peshën e atyre firmave që kishte vënë në dënimet me vdekje? Apo ai kishte mësuar të jetonte me këtë barë, duke e mbyllur atë në një cep të errët të shpirtit të tij, ku nuk do ta shikonte kurrë më? Këto janë pyetje që nuk do të marrin kurrë përgjigje të plota. Sepse Haxhi Leshi nuk la kujtime. Ai nuk shkroi asnjë letër, asnjë ditar, asnjë dokument që do të shpjegonte se çfarë ndjente. Ai mori sekretet e tij në varr. Por ka një detaj që na tregon diçka për gjendjen e tij të brendshme. Në vitet e fundit të jetës së tij, pas rënies së komunizmit, kur ai u dënua me burg për krime kundër njerëzimit, ai nuk kërkoi falje. Ai nuk tha asnjëherë, më vjen keq për atë që bëra. Ai thjesht heshti. Edhe në fund, ai mbeti besnik ndaj paktit që kishte lidhur me Enver Hoxhën, heshtja absolute. Dhe kjo heshtje, në një mënyrë të çuditshme, është dëshmia më e fortë e fajit të tij. Sepse vetëm një njeri që di se ka bërë diçka të patjetërsueshme mund të heshtë kaq thellë. Por si arriti Haxhi Leshi të mbijetonte 29 vjet në një regjim ku edhe njerëzit më besnik përfundonin të ekzekutuar? Kjo është pyetja që ka munduar historianët për dekada. Sepse gjatë asaj periudhe, Enver Hoxha kreu disa nga spastimet më të përgjakshme në historinë e Shqipërisë. Grupi i Tukjakovës, i Teme Sejkos, i Beqir Ballukut, i Mehmet Shehut, i Kadri Hasbiut, të gjithë këta ishin njerëz që dikur konsideroheshin të paprekshëm, shok të ngushtë të Hoxhës, figura me pushtet të madh. Dhe të gjithë përfunduan të vdekur ose në burg. Por Haxhi Leshi mbeti. Ai nuk u prek asnjëherë. Pse? Përgjigjja fshihet në natyrën e paktit që ai kishte lidhur me Hoxhën. Leshi nuk ishte një kërcënim, sepse ai nuk kishte ambicie. Ai nuk kërkonte të ndikonte në politikë, nuk kërkonte të ndërtonte një bazë pushteti të vetin, nuk kërkonte të sfidonte autoritetin e diktatorit. Ai ishte kthyer në një figurë dekorative, një simbol që Hoxha e përdorte për të treguar se regjimi kishte mbështetje edhe nga veriu. Dhe pikërisht për këtë arsye, ai ishte i dobishëm. Hoxha e dinte se nëse e vriste Leshin, do të humbte atë fasadë të hollë që e mbante veriun relativisht të qetë. Kështu që ai e mbajti gjallë, por e mbajti nën kontroll absolut. Por ka edhe një arsye tjetër, më të errët. Disa historian besojnë se Enver Hoxha e përdorte Haxhi Leshin si një lloj eksperimenti psikologjik. Ai donte të shihte sa larg mund të shkonte në shndërrimin e një njeriu në një vegël të plotë. Leshi ishte një test, a mund të merrje një njeri me dinjitet, me emër, me traditë dhe ta ktheje në një hije që nuk ka më asnjë vullnet të vet? Dhe përgjigjja ishte po. Hoxha e kishte arritur këtë. Ai e kishte shndërruar Haxhi Leshin në një kukull kaq të përsosur, saqë edhe vetë Leshi kishte harruar se dikur kishte qenë një njeri i lirë. Jeta private e Leshit gjatë këtyre viteve ishte një kontrast i çuditshëm me imazhin publik të tij. Ndërkohë që ai shfaqej si një shërbëtor i përkushtuar i partisë, në privat ai jetonte si një aristokrat i vjetër. Ai organizonte gjuetin në malet e Dibrës, kuftonte anëtar të tjerë të elitës së partisë. Ai pinte puro të shtrenjta, të importuara nga jashtë, në një kohë kur populli vuante nga mungesa e duhanit.
Ai kishte aventura me gra, diçka që ishte ndaluar rreptësisht për anëtarët e tjerë të partisë, të cilët dënoheshin ashpër për shfaqje të huaja ose për tradhtim bashkëshortore. Por Hoxha e toleronte gjithë këtë. Pse? Sepse ai e dinte se një njeri i dhënë pas qejfeve nuk përbën rrezik politik. Një njeri që ka diçka për të humbur, komoditetin, privilegjet, jetën e tij luksoze, nuk do të rebelohej kurrë. Dhe kështu, Haxhi Lleshi jetoi në një lloj burgu të ardh. Ai kishte gjithçka që një njeri mund të dëshironte në aspektin material, por ai nuk kishte asgjë në aspektin shpirtëror. Ai nuk kishte liri, nuk kishte dinjitet, nuk kishte mundësi të fliste me zë të lartë. Ai ishte një peng i sistemit që ai vetë kishte pranuar të shërbej. Dhe çdo ditë që kalonte, ai zhytej më thellë në atë rrjet, derisa nuk kishte më asnjë shpresë për t'u çliruar. Por ka një moment që tregon se sa thellë kishte rënë Haxhi Lleshi në këtë rrjet. Në vitin 1982, pas vdekjes së dyshim të Mehmet Shehut, Enver Hoxha filloi një spastrim të ri. Shumë nga njerëzit e afërt me Shehun u arrestuan, u torturuan, u ekzekutuan. Familjet e tyre u internuan. Ishte një nga periudhat më të errëta të regjimit. Dhe në mes të gjithë kësaj, Haxhi Lleshi vazhdoi të shfaqej në ceremoni zyrtare, të buzëqeshte, të duartrokaste. Ai nuk tregoi asnjë shenjë emocioni. Ai nuk tha asnjë fjalë në mbrojtje të atyre që po vriteshin. Ai thjesht vazhdoi të luante rolin e tij si një aktor në një shfaqje që nuk kishte fund. Por në nëntor të vitit 1982, diçka ndryshoi. Enver Hoxha vendosi se ishte koha që Haxhi Lleshi të dilte në pension. Ai e zëvendësoi me Ramiz Alin, një njeri më të ri, më të kontrollueshëm. Lleshi nuk protestoi. Ai thjesht pranoi vendimin, u tërhoq në shtëpinë e tij dhe vazhdoi të jetonte në heshtje. Edhe në atë moment, ai nuk foli. Ai nuk shkroi kujtime. Ai nuk dha asnjë intervistë. Ai thjesht zhduku nga sytë e publikut, si një fantazm që kishte luajtur rolin e saj dhe tani nuk kishte më nevojë. Por historia e Haxhi Lleshit nuk përfundoi atje. Në vitin 1996, pas rënies së komunizmit, ai u arrestua dhe u dënua me burg për krime kundër njerëzimit. Akuza ishte e qartë, ai kishte firmosur dënime me vdekje për qindra njerëz të pafajshëm. Ai kishte qenë bashkëpunëtor në gjenocidin që regjimi kishte kryer kundër popullit të vet dhe edhe në gjyq, ai nuk foli. Ai nuk kërkoi falje. Ai nuk u përpoq të justifikohej. Ai thjesht heshti, si kishte bërë për 29 vjet me radhë. Dhe në vitin 1998, ai vdiq në moshën 85 vjeçare, duke mbajtur sekretet e tij deri në fund. Por çfarë sekreti mbante Haxhi Lleshi? Çfarë e bëri atë të heshtë kaq thellë, edhe kur nuk kishte më asgjë për të humbur? Disa besojnë se ai kishte frikë nga hakmarrja e familjeve të viktimave. Të tjerë besojnë se ai kishte turp, se ai e dinte se nuk kishte asnjë justifikim për atë që kishte bërë. Por ka edhe një teori tjetër, më e errët, se Haxhi Lleshi kishte humbur aftësinë për të ndjerë. Se ai kishte jetuar kaq gjatë si një kukull, saqë kishte harruar se si ishte të ishe njeri. Se ai kishte firmosur kaq shumë dënime me vdekje, saqë vdekja kishte humbur kuptimin për të. Dhe se në fund, ai nuk kishte asgjë për të thënë, sepse ai nuk kishte më asnjë shpirt për të shprehur. Kjo është historia e Haxhi Lleshit. Një njeri që zgjodhi jetën mbi nderin, komoditetin mbi dinjitetin, heshtjen mbi të vërtetën. Një njeri që u bë hija e një diktatori dhe që mori atë rol kaq seriozisht, saqë në fund nuk kishte më asgjë tjetër. Por pyetja që mbetet është kjo: a mund të fajsojmë vetëm Haxhi Lleshin? Apo ai ishte thjesht një produkt i një sistemi që shndërronte njerëzit në makina, që i detyronte ata të zgjedhnin midis jetës dhe shpirtit? Dhe nëse ne do të ishim në vendin e tij, në atë zyrë të errët, me atë dosje të kuqe para nesh, çfarë do të zgjidhnim ne? Imagjinoni një dhomë pa dritare në thellësi të ndërtesës së sigurimit të shtetit në vitin 1957. Muret janë të lagur nga lagështia, era e mykut përzihet me atë të djersës së frikës. Në këtë dhomë, një grua e re nga Dibra, mësuese me arsim, po përpiqet të mbajë kokën lart ndërsa hetuesit e akuzojnë se ka folur kundër kolektivizimit. Ajo nuk ka bërë asgjë tjetër përveç se t'i thotë një shoqëje se familja e saj po vuan nga uria. Por kjo mjafton. Dosja e saj kalon nëpër duar, nëpër zyra, nëpër korridoret e errëta, derisa mbërrin në tavolinën e Haxhi Lleshit. Në atë dosje, një kërkesë e fundit, falja e jetës.
Familja e saj ka shkruar një letër me shkronja të dridhuara, duke ju lutur kryetarit të presidiumit që t'i shpëtojë jetën. Ata e dinë se ai është nga Dibra, se ai i kupton ata, se ai do të dëgjojë. Por Haxhi Leshi nuk e lexon kurrë atë letër. Ai thjesht merr stilolapsin, shkruan të refuzohet në fund të dosjes dhe e kalon më tutje. 3 ditë më vonë, gruaja pushkatohet në agim. Familja e saj nuk mëson kurrë se ai që firmosi dënimin e saj ishte njeriu që ata kishin shpresuar se do t'i shpëtonte. Por pyetja që na ndjek është kjo: çfarë ndodhi me Haxhi Leshin në atë moment kur ai vuri atë firmë? A e pa ai fytyrën e asaj gruaje? A dëgjoi ai zërin e fëmijëve të saj? Apo ai kishte mësuar të mos shikoj, të mos dëgjoj, të mos ndjej? Për ta kuptuar këtë, duhet të hyjmë në botën e brendshme të një njeriu që kishte zgjedhur të jetojë si një fantazm. Sepse Haxhi Leshi nuk ishte thjesht një nënshkrues i dekreteve. Ai ishte një njeri që kishte ndërtuar një mur të trashë midis vetes publike dhe vetes private. Në publik, ai ishte kryetari i presidiumit, njeriu që përfaqësonte shtetin, që mbante fjalime për fitoren e socializmit, që duartrokiste kur Enver Hoxha fliste. Por në privat, ai ishte diçka krejtësisht tjetër. Ai ishte një njeri që pinte raki të fortë deri në mëngjes, që organizonte gjueti ku vriteshin qindra kafshë në një ditë, që fliste me nostalgjinë e një bote që kishte vdekur. Disa nga njerëzit që e njohën atë në ato vite thonë se ai kishte zhvilluar një lloj personaliteti të dy fish. Kur ai ishte në zyrë, ai ishte i ftohtë, i largët, pothuajse robotik. Por kur ai ishte në shtëpi, ai bëhej i zhurmshëm, i dhunshëm në sjellje, i paparashikueshëm. Ai bërtiste ndaj shërbëtorëve për gjëra të vogla, pastaj kërkonte falje dhe u jepte para. Ai qante kur dëgjonte këngë të vjetra malesore, pastaj ndërronte humor dhe tallej me ata që i këndonin. Ishte sikur ai po përpiqej të mbante gjallë diçka që kishte vdekur brenda tij, por nuk e gjente dot. Dhe ndërkohë, bota jashtë po ndryshonte. Në vitet 60, Enver Hoxha filloi një fushat të re, luftën kundër fesë. Xhamit dhe kishat që kishin qenë qendra të jetës shpirtërore për shekuj, u shpallën armiqe të popullit. Në Shkodër, në Gjirokastër, në Korçë, në Dibër, forcat e sigurimit hynë në vendet e shenjtë dhe i shndërruan ato në magazina, në kinema, në salla sportive. Imamët dhe priftërinjt u arrestuan, u torturuan, u dënuan me vite burg. Dhe Haxhi Leshi, njeriu që kishte ardhur nga një familje muslimane, që kishte mësuar të lexonte Kuranin si fëmijë, nuk tha asnjë fjalë. Ai firmosi dekretet që urdhëronin mbylljen e xhamive. Ai firmosi dënimet e imamëve që kishin guxuar të protestonin. Ai bëri gjithçka që Enver Hoxha i kërkoi, pa nguruar asnjëherë. Por çfarë ndodhi me besimin e tij? A e humbi ai fen? Apo ai thjesht e fshiu atë nga mendja, si kishte fshirë gjithçka tjetër që e lidhte me të kaluarën e tij? Ka një dëshmi që hedh dritë mbi këtë pyetje. Një ish shërbëtor i shtëpisë së Leshit, i cili foli për herë të parë në vitet e 90, tregoi se në dhomën private të Leshit, të fshehur pas një dollapi, kishte një Kuran të vjetër, të mbështjellë në një copë pëlhure. Shërbëtori e kishte parë atë vetëm një herë, kur po pastronte dhomën dhe Leshi kishte harruar ta mbyllte dollapin. Kur Leshi e kuptoi se shërbëtori e kishte parë, ai u bë i zbehtë, e mbylli dollapin me shpejtësi dhe i tha shërbëtorit: "Nëse flet për këtë, do të vdesësh." Shërbëtori nuk foli kurrë, derisa Leshi vdiq. Por kjo dëshmi na tregon diçka të rëndësishme: Haxhi Leshi nuk kishte humbur plotësisht lidhjen me të kaluarën e tij. Ai e kishte fshehur atë, e kishte mbyllur në një dollap, por nuk e kishte shkatëruar. Dhe kjo do të thotë se ai e dinte se çfarë kishte humbur. Ai e dinte se çfarë kishte shitur. Por ai kishte zgjedhur të jetonte me atë humbje, sepse alternativa ishte vdekja. Por çmimi i kësaj zgjedhjeje nuk ishte vetëm shpirtëror. Ai ishte edhe fizik. Në fund të viteve 60, Haxhi Leshi filloi të shfaqte shenjat e një shkatërimi të brendshëm. Ai filloi të pinte më shumë se më parë. Ai filloi të humbas peshë, të bëhej i zbehtë, të ketë probleme me gjumin. Mjeku i tij personal, i cili ishte gjithashtu nën kontroll të sigurimit, raportoi se Leshi vuante nga ulqera të rënda, nga probleme me zemrën, nga depresion. Por asnjë nga këto sëmundje nuk u bë kurrë publike. Enver Hoxha nuk donte që populli të dinte se kryetari i presidiumit ishte një njeri i shkatëruar. Kështu që Leshi u detyrua të vazhdonte të shfaqej në publik, të buzëqeshte, të mbante fjalime, ndërkohë që brenda tij diçka po vdiste ngadalë. Dhe pastaj erdhi viti 1971.
Ky ishte viti kur Enver Hoxha vendosi të kryej një nga spastimet më të mëdha, grupi i Beqir Ballukut. Balluku ishte ministër i mbrojtjes, një nga njerëzit më të fuqishëm në vend. Por Hoxha e akuzoi atë për komplot kundër shtetit dhe brenda pak javësh Balluku dhe 10 të tjerë u arrestuan, u torturuan, u ekzekutuan. Familjet e tyre u internuan në kampe pune. Ishte një spastrim që tronditi të gjithë vendin, sepse nëse edhe Balluku, njeriu që komandonte ushtrinë, nuk ishte i sigurt, atëherë askush nuk ishte. Dhe Haxhi Lleshi, si gjithmonë, firmosi të gjitha dekretet. Ai firmosi dënimin me vdekje të Ballukut. Ai firmosi internimin e fëmijëve të tij. Ai bëri gjithçka që Hoxha i kërkoi. Por kësaj here diçka ndryshoi. Disa nga njerëzit që ishin afër Lleshit në atë kohë thonë se pas ekzekutimit të Ballukut, ai u bë edhe më i mbyllur, edhe më i heshtur. Ai nuk fliste më as në shtëpi. Ai thjesht ulej në dhomën e tij, pinte dhe shikonte në mur, ishte sikur ai kishte kuptuar se nuk kishte më asnjë kufi, se ai do të firmonte çdo gjë që Hoxha do t'i jepte, pa marrë parasysh se sa e tmerrshme ishte. Por pse? Pse nuk u rebel Haxhi Lleshi asnjëherë? Pse nuk tha jo, qoftë edhe një herë të vetme? Përgjigjja fshihet në një fjalë të vetme, frikë. Jo vetëm frikë nga vdekja, por frikë nga diçka më e keqe se vdekja. Frikë nga turpi publik, nga shkatërimi i emrit të familjes, nga mundësia që fëmijët e tij të vuanin për shkak të tij. Enver Hoxha e kishte kuptuar këtë shumë mirë. Ai e dinte se Haxhi Lleshi nuk ishte një idealist që do të sakrifikohej për një parim. Ai ishte një njeri që e vlerësonte jetën, familjen, reputacionin. Dhe Hoxha e përdori këtë dobësi për ta mbajtur atë nën kontroll absolut. Ai nuk kishte nevojë ta kërcënonte Lleshin çdo ditë. Ai thjesht duhej t'i kujtonte atij, her pas here, se çfarë do të ndodhte nëse ai nuk binte. Dhe kjo mjaftonte. Por ka edhe një arsye tjetër, më të thellë. Haxhi Lleshi kishte jetuar kaq gjatë në atë rol, saqë ai kishte filluar ta besonte atë. Ai kishte bindur veten se ai po bënte një shërbim për vendin, se ai po mbante stabilitetin, se pa të gjithçka do të ishte më keq. Kjo është një nga iluzionet më të rrezikshme që një njeri mund të ketë, ideja se duke qenë bashkëpunëtor në një krim, ti po parandalon një krim më të madh. Por e vërteta është se çdo firmë që Haxhi Lleshi vuri në ato dosje ishte një krim i ri. Çdo dënim me vdekje që ai miratoi ishte një jetë e humbur. Dhe në fund, ai nuk shpëtoi asgjë. Ai thjesht u bë pjesë e makinës që shkatërroi vendin e tij. Dhe kështu vitet kalonin. Haxhi Lleshi vazhdoi të jetonte në atë burg të artë, ku ai kishte gjithçka përveç lirisë. Ai vazhdoi të firmonte dosje, të mbante fjalime, të shfaqej në ceremoni. Por brenda tij diçka kishte vdekur. Ai nuk ishte më njeriu që kishte qenë dikur. Ai ishte bërë një hije, një fantazm që lëvizte nëpër korridoret e pushtetit pa lënë asnjë gjurmë. Dhe pyetja që mbetet është kjo: a mund të kthehesh nga një vend i tillë? A mund të gjesh përsëri veten pasi e ke humbur aq thellë? Apo ka momente në jetë kur zgjedhjet që bën të shndërrojnë në një njeri tjetër dhe nuk ka më rrugë kthimi? Në vitin 1978, Enver Hoxha mori një vendim që do të ndryshonte përsëri peizazhin politik të Shqipërisë. Ai vendosi të kryejë një spastrim të ri, këtë herë kundër atyre që ai quante liberal dhe revizionist brenda partisë. Qëllimi ishte i qartë, të eliminonte çdo zë që mund të kërkonte reforma, çdo njeri që mund të mendonte ndryshe nga linja e tij. Dhe në qendër të këtij spastimi ishte një grup intelektualësh, shkrimtarësh, artistësh që kishin guxuar të sugjeronin se Shqipëria kishte nevojë për hapje ndaj botës. Ata nuk kishin bërë asgjë tjetër përveç se të shkruanin poezi, të pikturonin tablo, të diskutonin ide. Por kjo mjaftonte. Brenda pak muajsh, 10 prej tyre u arrestuan, u torturuan, u dënuan me vite burg. Dhe Haxhi Lleshi, si gjithmonë, firmosi të gjitha dekretet. Por kësaj here kishte një ndryshim. Një nga njerëzit që u arrestuan ishte një poet i ri nga Dibra, i cili kishte shkruar një poem për malet e lindjes. Poema nuk kishte asgjë politike në të. Ishte thjesht një këngë nostalgjike për bukurinë e natyrës, për jetën e thjeshtë të fshatit. Por sigurimi e interpretoi si një kritik të kolektivizimit, si një thirrje për kthim në të kaluarën. Poeti u arrestua, u torturua dhe dosja e tij u dërgua te Haxhi Lleshi për miratimin e dënimit.
Në atë dosje, kishte një letër nga nëna e poetit, një grua e vjetër nga një fshat afër Zalldardhës, vendlindja e Leshit. Ajo shkruante me shkronja të pasigurta, duke ju lutur kryetarit që t'i shpëtonte djalin. Ajo i kujtonte Leshit se ata ishin nga e njëjta krahin, se ata flisnin të njëjtën gjuhë, se ata ndanin të njëjtat tradita. Ajo i thoshte, ti e di se ne nuk jemi armiq. Ti e di se djali im nuk ka bërë asgjë të keqe. Ti e di se kjo është padrejtësi. Haxhi Leshi e lexoi atë letër. Dhe për një moment diçka lëvizi brenda tij. Ai e njihte atë fshat. Ai e njihte atë familje. Ai kishte luajtur si fëmijë në ato male. Ai kishte dëgjuar të njëjtat këngë që poeti kishte shkruar. Për një moment, ai ishte përsëri njeriu që kishte qenë dikur, njeriu që kishte pasur një zemër, një shpirt, një lidhje me tokën e tij. Por pastaj, ai e mbylli dosjen. Ai mori stilolapsin. Dhe ai shkroi, të refuzohet. Poeti u dënua me 15 vjet burg. Ai vdiq atje nga torturat dhe sëmundjet, pa parë kurrë më malet e tij. Dhe Haxhi Leshi vazhdoi të jetonte, duke mbajtur atë sekret, duke e mbyllur atë në një cep të errët të shpirtit të tij, ku nuk do ta shikonte kurrë më. Por çfarë ndodhi me të pas asaj dite? A e humbi ai gjumin? A e pa ai fytyrën e asaj nëne të vjetër në ëndrat e tij? Apo ai kishte mësuar të mos ndjejë më asgjë? Disa nga njerëzit që e njohën atë në ato vite thonë se pas asaj ngjarjeje, ai u bë edhe më i mbyllur, edhe më i largët. Ai nuk fliste më as me familjen e tij. Ai thjesht ulej në dhomën e tij, pinte dhe shikonte në mur, ishte sikur ai kishte vendosur të vdes brenda, ndërkohë që trupi i tij vazhdonte të jetonte. Ishte sikur ai kishte pranuar se nuk kishte më asnjë shpresë për shpëtim, se ai ishte dënuar të jetonte si një fantazm derisa vdekja e vërtetë të vinte. Dhe ndërkohë, Enver Hoxha vazhdonte të forconte kontrollin e tij. Në vitet 80, ai filloi të bëhej gjithnjë e më paranojak. Ai e shite tradhtin kudo. Ai nuk besonte më as tek njerëzit më të afërt. Ai filloi të izoloi Shqipërinë edhe më shumë nga bota, duke prishur marrëdhëniet me Kinën, aleatën e fundit që kishte mbetur. Vendi u kthye në një burg të madh, ku askush nuk mund të dilte, ku askush nuk mund të fliste, ku askush nuk mund të mendonte. Dhe Haxhi Leshi, si gjithmonë, ishte atje, duke firmosur dekretet, duke mbajtur fjalime, duke duar trokitur. Por ai nuk ishte më një njeri. Ai ishte bërë një makinë, një vegël që funksiononte pa menduar, pa ndjer, pa pyetur. Por ka një moment që tregon se sa thellë kishte rënë Haxhi Leshi në këtë gjendje. Në vitin 1980, kur Enver Hoxha filloi të sëmurej seriozisht, ai thiri një mbledhje të byros politike për të diskutuar të ardhmen e vendit. Në atë mbledhje, ai pyeti çdo antar se çfarë mendonin se duhej bërë pas vdekjes së tij. Të gjithë folën me kujdes, duke u përpjekur të mos thonin asgjë që mund të interpretohej si ambicie personale. Por kur erdhi radha e Haxhi Leshit, ai nuk tha asgjë. Ai thjesht uli kokën dhe heshti. Hoxha e pyeti përsëri, çfarë mendon ti, shoku Lesh? Dhe Leshi, pa e ngritur kokën, tha, unë mendoj atë që mendon partia. Kjo ishte përgjigjja e tij. Pas 27 vitesh në pushtet, pas mijëra firmash në dosje, pas gjithë asaj jete të jetuar si një hije, ai nuk kishte asgjë tjetër për të thënë. Ai kishte humbur edhe aftësinë për të menduar vetë. Dhe kështu, kur Enver Hoxha vdiq në vitin 1985, Haxhi Leshi ishte ende atje, duke qëndruar në ceremoninë e varrimit, duke duar trokitur për fjalimin e Ramiz Alis, duke u përkulur para portretit të diktatorit. Ai nuk tregoi asnjë shenjë emocioni. Ai nuk qau, nuk buzëqeshi, nuk foli. Ai thjesht ishte atje, si një statuj, si një monument për një epokë që kishte mbaruar. Por brenda tij, çfarë ndodhte? A ndjente ai lehtësinë që Tiranet kishte vdekur? Apo ai ndjente frikë, sepse njeriu që e kishte mbajtur gjallë për kaq gjatë nuk ishte më? Apo ai thjesht nuk ndjente asgjë, sepse ai kishte humbur aftësinë për të ndjerë? Këto janë pyetje që nuk do të marrin kurrë përgjigje. Sepse Haxhi Leshi nuk la asnjë dëshmi për atë që ndjente. Ai nuk shkroi asnjë letër, asnjë ditar, asnjë dokument që do të shpjegonte se çfarë kaloi në mendjen e tij gjatë atyre viteve. Ai mori sekretet e tij në varr. Por ka një gjë që e dim me siguri, ai jetoi dhe vdiq si një hije. Ai nuk la asnjë gjurmë, asnjë trashëgimi, asnjë kujtim që do të bënte njerëzit ta kujtonin me dashuri ose me respekt.
Ai la vetëm një pyetje të madhe, si arriti një njeri të bëhej kaq i vogël, kaq i pavlefshëm, kaq i humbur, ndërkohë që mbante titullin më të lartë në shtet. Dhe përgjigjja është e thjeshtë, por e tmerrshme, sepse ai zgjodhi të jetojë në vend që të jetonte me dinjitet. Sepse ai zgjodhi sigurinë në vend që të zgjidhte të vërtetën. Sepse ai zgjodhi heshtjen në vend që të zgjidhte zërin. Dhe në fund, ai u bë pikërisht ajo që Enver Hoxha kishte dashur që të bëhej, një kukull e përsosur që lëvizte vetëm kur dikush tjetër tërhiqte fija. Në arkivat e sigurimit të shtetit, të hapura pjesërisht pas vitit 1090, ekziston një dosje me kodin objekti numër 1 veri. Brenda saj, raportet të detajuara për çdo lëvizje të Haxhi Lleshit nga viti 1953 deri në vitin 1982. Çdo bisedë private e përgjuar. Çdo vizitë e regjistruar. Çdo shprehje fytyres e analizuar nga agent të trajnuar për të lexuar emocione. Por ka diçka që bie në sy, nga viti 1975 e tutje, raportet bëhen gjithnjë e më të shkurtra. Jo sepse mbikëqyrja u zvogëlua, por sepse nuk kishte më asgjë për të raportuar. Agentët shkruanin të njëjtat fjali përsëri e përsëri, objekti nuk tregon shenja devijimi. Objekti nuk zhvillon kontakte të paautorizuara. Objekti nuk shpreh mendime personale. Ishte sikur Haxhi Lleshi kishte pushuar se ekzistuari si individ. Ai ishte bërë një funksion, një mekanizëm që kryente detyrat e caktuara pa asnjë gjurmë vullneti të vet, por çfarë ndodhi me trupin e tij gjatë këtyre viteve? Sepse ndërkohë që shpirti i tij vdiste, trupi vazhdonte të plakej, të konsumohet, të shkatërohet nga pesha e asaj jete. Dhe kjo shkatërim fizik tregon më shumë për çmimin e pushtetit se sa çdo fjalë që ai nuk tha kurrë. Fotografitë zyrtare të Haxhi Lleshit nga viti 1953 e tregojnë atë si një burr të fuqishëm, me shpinë të drejtë, me sy të qartë, me një lloj dinjiteti natyror që vinte nga origjina e tij malesore. Ai ishte i gjatë, me pamje aristokrati, me një prezencë që mbushte dhomën. Por nëse krahasoni ato fotografi me ato të vitit 1970, ndryshimi është i tmerrshëm. Në vetëm 20 vjet, ai kishte plakur sa 50. Flokët e tij ishin bërë plotësisht të bardhë, por jo me atë të bardhë të natyrshme që vjen me moshën, ishte një të bardhë e nxitur, si pasojë e stresit të vazhdueshëm. Fytyra e tij ishte rrudhosur thellë, veçanërisht rreth gojës dhe syve, si të kishte kaluar vite duke përmbajtur britma që nuk i lejohej t'i nxirrte. Shpina e tij, dikur kaq e drejtë, kishte filluar të përkulet. Ai ecte me hapa të ngadaltë, të pasigurt, si një njeri që mbante një barë të padukshme mbi supe. Dhe sytë e tij, ato sy që dikur kishin pasur shkëlqim, ishin bërë të zbrazët, si dritaret e një shtëpie të braktisur. Por ndryshimi më i dukshëm ishte në duart e tij. Haxhi Lleshi kishte zhvilluar një dridhje të lehtë, të vazhdueshme, që bëhej më e dukshme kur ai duhej të firmos dokumente. Mjeku i tij personal, në një raport të fshehtë drejtuar Enver Hoxhës, shkruante se kjo dridhje nuk ishte rezultat i ndonjë sëmundjeje neurologjike, por i stresit psikologjik të akumuluar. Trupi i Lleshit po rebelohej kundër asaj që mendja e tij kishte pranuar të bëjë. Çdo herë që ai merrte stilolapsin për të firmosur një dënim me vdekje, dora e tij dridhej. Por ai e detyronte veten ta mbante stilolapsin, ta shtrëngonte derisa ngjyra e gishtërinjve të ndryshonte dhe të shkruante atë firmë. Ishte sikur trupi i tij po përpiqej t'i thoshte atë që mendja e tij kishte harruar, se ajo që po bënte ishte e gabuar, se çdo firmë ishte një krim, se çdo ditë që kalonte e zhyste më thellë në një vend nga i cili nuk kishte kthim. Dhe pastaj ishin sëmundjet. Në fund të viteve 70, Haxhi Lleshi filloi të vuajë nga ulqera të rënda në stomak. Ai nuk mund të hante pa ndjerë dhimbje. Ai humbi peshë në mënyrë dramatike. Fytyra e tij u bë e zbetë, pothuajse e verdhë, si e një njeriu që po konsumohet nga brenda. Mjekët i përshkruan ilaçe, por asgjë nuk ndihmonte, sepse shkaku i vërtet nuk ishte fizik. Ishte shpirti i tij që po e hante trupin nga brenda. Ishte faji që ai nuk e pranonte, që ai e kishte mbyllur në një cep të errët të vetes, por që vazhdonte të rriste, të fryej, të shndërrohej në një tumor që po e shkatëronte nga brenda. Ai filloi të ketë probleme me gjumin. Ai zgjohej në mes të natës, i lagur nga djersa, me zemrën që rrahte aq fort sa mendonte se do të vdiste. Ai shite fytyra në errësirë, fytyra të njerëzve që ai kishte dënuar, fytyra të grave që kishin lutur për mëshirë, fytyra të fëmijëve që kishin mbetur jetim për shkak të firmave të tij. Por ai nuk fliste për këto gjëra me askën.
A i thjesht rritej nga shtrati, pinte raki derisa të fikej përsëri dhe në mëngjes shfaqej në zyrë sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Por ka një moment që tregon se sa thellë kishte shkuar shkatërimi i tij fizik. Në vitin 1979, gjatë një ceremonie zyrtare në pallatin e brigadave, Haxhi Leshi u rrëzua papritur në skenë. Ai ishte duke mbajtur një fjalim për arritjet e socializmit, kur papritur këmbët e tij u dobësuan dhe ai ra. Për një moment, salla u mbush me heshtje. Pastaj, rojet e sigurisë u nxituan ta ngrenë. Ai u ngrit, u përpoq të buzëqeshte dhe tha se kishte rëshitur. Por ata që ishin afër e pan të vërtetën, ai kishte humbur ndjenjat për një moment. Trupi i tij kishte thënë mjaft. Por ai u detyrua të vazhdonte, sepse Enver Hoxha po e shikonte nga rreshti i parë, me atë shikimin e tij të ftohtë, të panështruar që nuk lejonte asnjë dobësi. Dhe kështu, Haxhi Leshi vazhdoi të jetonte në atë trup që po shkatërrohej, duke e detyruar veten të funksiononte, të shfaqej, të firmos. Por çdo ditë që kalonte, ai bëhej më pak njeri dhe më shumë fantazm. Ai ecte nëpër korridoret e pushtetit si një hije, pa lënë asnjë gjurmë, pa bërë asnjë zhurmë. Njerëzit që e shihnin flisnin me zë të ulët, sa i vjetër u bë Haxhi Leshi. Por askush nuk pyeste pse. Askush nuk pyeste çfarë e kishte konsumuar kaq shpejt. Sepse të gjithë e dinin përgjigjen. Ata e dinin se çdo firmë që ai kishte vënë në ato dosje kishte marrë një copë nga shpirti i tij, nga trupi i tij, nga jeta e tij. Dhe tani, ai ishte thjesht një guask e zbrazët që vazhdonte të lëvizte vetëm sepse nuk kishte guxim të ndalonte. Por ndërkohë që trupi i Haxhi Leshit shkatërrohej, arkivat e sigurimit të shtetit po mbusheshin me sekrete që nuk do të dilnin në dritë për dekada. Sepse çdo regjim që mbështetet në terror ka nevojë për një sistem të përsosur dokumentimi. Çdo arrest, çdo torturë, çdo ekzekutim duhet të regjistrohej, të katalogohej, të ruhet për t'u përdorur si armë kundër atyre që mund të mendonin të rebeloheshin. Dhe në qendër të këtij sistemi ishte një zyrë e veçantë, e njohur vetëm si sektori i dosjeve të veçanta. Kjo zyrë ruante dokumentet më të ndjeshme të regjimit, planet e ekzekutimeve masive, raportet e torturave, listat e atyre që konsideroheshin armiq potencial. Dhe në një dollap të veçantë, të mbyllur me 2 qelsa që mbaheshin nga 2 persona të ndryshëm, ruheshin dosjet që lidhen drejt për drejt me Haxhi Leshin. Këto dosje nuk ishin thjesht raporte rutinë. Ato ishin një kronik e detajuar e çdo vendimi që Leshi kishte marrë, çdo firme që ai kishte vënë, çdo rast kur ai kishte treguar shenja ngurimi. Sepse Enver Hoxha nuk besonte askënd, as edhe kukullat e tij më besnik. Ai donte të kishte prova për çdo gjë që ata bënin, në mënyrë që nëse një ditë ata do të bëheshin të rrezikshëm, ai të kishte armët për t'i shkatëruar. Dhe dosjet e Leshit ishin një arsenal i plotë. Aty ishin kopjet e të gjitha dekreteve që ai kishte firmosur. Aty ishin fotografitë e tij duke takuar njerëz që më vonë u shpallën armiq të popullit. Aty ishin edhe raportet e agjentëve që e kishin dëgjuar duke folur në gjumë, duke përmendur emra, duke qarë në errësirë. Çdo gjë ishte atje, e ruajtur me kujdes, gati për t'u përdorur nëse do të vinte nevoja. Por në vitin 1982, diçka e çuditshme ndodhi. Pas vdekjes së dyshim të Mehmet Shehut, kur Enver Hoxha filloi një spastrim të ri, një urdhër i fshehtë u dërgua në sektorin e dosjeve të veçanta. Disa nga dosjet duhej të shkatërroheshin. Jo të gjitha, por ato që përmbanin informacione që mund të komprometonin vetë Enver Hoxhën. Dhe midis këtyre dosjeve ishin edhe disa që lidhen me Haxhi Leshin. Çfarë përmbanin ato dosje? Pse duhej të shkatërroheshin? Askush nuk e di me siguri, sepse ato u dogjen në një furrë të veçantë, në një natë pa hënë, në prani të vetëm 2 personave që më vonë u zhdukën pa lënë gjurmë. Por ka një teori që qarkullon midis historianëve. Ato dosje përmbanin prova se Enver Hoxha kishte përdorur Haxhi Leshin jo vetëm si një kukull politike, por edhe si një mburoj për krimet e tij personale. Sipas kësaj teorie, disa nga dënimet më të egra, disa nga ekzekutimet më të padrejta, nuk ishin vendosur nga byroja politike, por nga vetë Hoxha, në mënyrë të drejtpërdrejtë. Por për t'i dhënë atyre një pamje legaliteti, ai kalonte nëpër Haxhi Leshin, i cili i firmonte pa pyetur. Kështu, nëse një ditë do të dilte e vërteta, faji do të binte mbi Leshin, jo mbi Hoxhën. Leshi ishte jo vetëm një kukull, por edhe një mburoj, një njeri që do të merrte mbi vete fajin për krimet e diktatorit.
Dhe kjo shpjegon pse Hoxha e mbajti atë gjallë për kaq gjatë, sepse ai kishte nevojë për dikë që të mbante atë barë, dikë që të heshte, dikë që të mos kërkonte kur drejtësi. Por çfarë ndodhi me ato dosje që nuk u shkatëruan? Ato që mbetën në arkiva, që u hapën pjesërisht pas vitit 1090? Ato tregojnë një histori të tmerrshme. Ato tregojnë se Haxhi Leshi firmosi dënime me vdekje për më shumë se 800 persona. Disa nga këta njerëz ishin të akuzuar për krime të vërteta, spionazh, sabotazh, komplot. Por shumica ishin të pafajshëm. Ata ishin njerëz që kishin folur gabim, që kishin refuzuar të hynin në kooperativa, që kishin mbajtur një Kur'an në shtëpi, që kishin dëgjuar radio të huaja. Dhe Haxhi Leshi i dënoi të gjithë, pa bërë asnjë dallim. Ai nuk pyeti kur nëse ishin fajtor. Ai nuk kërkoi kur prova. Ai thjesht firmosi, sepse kjo ishte detyra e tij. Dhe çdo firmë ishte një jetë e humbur, një familje e shkatëruar, një fëmijë që u bë jetim. Por ka një dosje që bie në sy më shumë se të tjerat. Është dosja e një burri nga Dibra, një mësues i thjesht, që u akuzua se kishte thënë në një bisedë private se kolektivizimi po shkaktonte uri. Ai u arrestua, u torturua dhe u detyrua të nënshkruante një deklaratë ku pranonte se ishte armik i popullit. Dosja e tij u dërgua te Haxhi Leshi për miratimin e dënimit. Dhe në atë dosje ka një shënim të shkruar me dorë nga vetë Leshi. Shënimi thotë të ekzekutohet menjëherë, pa zvarritje. Pse shkroi Leshi këtë shënim? Pse nuk mjaftonte thjesht firma e tij? Disa historianë besojnë se ai donte të tregonte besnikëri të veçantë ndaj Hoxhës, duke qenë edhe më i ashpër se sa kërkoi. Të tjerët besojnë se ai po përpiqej të bindë veten se po bënte gjën e duhur, duke e bërë atë me vendosmëri. Por e vërteta mund të jetë edhe më e errët, se ai kishte humbur plotësisht aftësinë për të ndjerë dhëmshuri, se ai kishte bërë kaq shumë herë atë gjë, saqë nuk kishte më asnjë kuptim për të. Dhe kështu, arkivat vazhduan të mbusheshin. Çdo ditë, dosje të reja. Çdo javë, firma të reja. Çdo muaj, jetë të reja të humbura. Dhe Haxhi Leshi vazhdoi të firmos derisa dora e tij u bë kaq e mësuar me atë lëvizje, saqë ai mund ta bënte pa menduar, pa parë, pa ndjer. Ai ishte bërë një makinë për të vrarë, një mekanizëm që funksiononte me saktësi të përsosur, pa asnjë gjurmë njerëzimi. Dhe pyetja që mbetet është kjo: çfarë mbeti nga njeriu që ai kishte qenë dikur? A kishte ende diçka njerëzore brenda atij trupi të konsumuar, apo ai ishte bërë plotësisht ajo që Enver Hoxha kishte dashur që të bëhej, një vegël e përsosur, pa shpirt, pa ndërgjegje, pa kujtesë? Por ndërkohë që Haxhi Leshi firmonte dosje dhe arkivat mbusheshin me sekrete, dikush tjetër po përfitonte nga gjithë ky terror. Sepse çdo regjim që mbështetet në frikë krijon edhe një klasë të re njerëzish që e shfrytëzojnë atë frikë për të fituar pushtet, pasuri, privilegje. Dhe në qendër të kësaj klase ishte një njeri që shumë pak njerëz e njihnin me emër, por që të gjithë e ndjenin pranin, Ramiz Alia. Ai ishte njeriu që po ngritej ngadalë, hap pas hapi, duke u bërë gjithnjë e më i domosdoshëm për Enver Hoxhën. Ai ishte njeriu që do të trashëgonte pushtetin. Dhe ai ishte njeriu që kishte më shumë për të fituar nga vdekja e Haxhi Leshit se sa kushdo tjetër. Ramiz Alia nuk ishte një figurë karizmatike. Ai nuk kishte historinë e luftës së Haxhi Leshit, as origjinën aristokrate, as lidhjet familjare. Ai ishte një njeri i thjeshtë, nga një familje e varfër, që kishte ngjitur shkallët e partisë duke qenë i zellshëm, i bindur, i gatshëm të bëjë çdo gjë që i kërkohej. Ai kishte mësuar se në një regjim si ai Enver Hoxhës, mënyra më e sigurt për të mbijetuar ishte të mos dalësh kurrë në pa, të mos tregosh kurrë ambicie, të mos thuash kurrë asgjë që mund të interpretohej si kritik. Dhe ai e kishte bërë këtë me një aftësi të jashtëzakonshme. Ai ishte bërë i padukshëm, por i domosdoshëm. Ai ishte njeriu që Hoxha thirrte kur kishte nevojë për dikë që të kryente detyra të vështira, të ndyra, pa bërë zhurmë. Dhe gjatë viteve 70, Ramiz Alia filloi të merrte gjithnjë e më shumë përgjegjësi. Ai u bë sekretar i parë i Komitetit Qendror për çështjet ideologjike. Ai mbikëqyrte fushatat kundër liberalizmit dhe revizionizmit. Ai ishte njeriu që vendoste se cilët shkrimtar, artist, intelektual duhej të arrestoheshin. Dhe ai e bënte këtë me një efikasitet të ftohtë, pa asnjë shenjë emocioni. Por ndërkohë që ai po ngritej, ai po shikonte me vëmendje se çfarë po ndodhte me Haxhi Leshin. Ai e shihte se si Leshi po konsumohej, se si ai po bëhej gjithnjë e më i dobët, gjithnjë e më i pavlefshëm.
Dhe ai e kuptoi se një ditë ai do të merrte vendin e Leshit. Jo si kryetari i presidiumit, ai post kishte humbur çdo kuptim, por si trashëgimtari i vërtet i Enver Hoxhës. Por për të arritur këtë, Ramiz Alia kishte nevojë të eliminonte çdo konkurrent të mundshëm. Dhe konkurrenti më i madh ishte Mehmet Shehu, kryeministri, njeriu i dytë më i fuqishëm në vend. Shehu ishte një figurë e fortë, me karakter të ashpër, me lidhje të thella në ushtri dhe në sigurimin e shtetit. Ai kishte qenë shoku më i ngushtë i Hoxhës për dekada. Por në fillim të viteve 80 diçka ndryshoi. Hoxha filloi të dyshonte për Shehun. Ai filloi të shihte shenja devijimi, ambicieje, tradhtie. Dhe Ramiz Alia, me aftësinë e tij për të manipuluar, filloi të ushqejë ato dyshime. Ai i sillte Hoxhës raporte të vogla, të paqena, që tregonin se Shehu po bënte gjëra pa i konsultuar me të. Ai i tregonte për takime që Shehu kishte pasur me njerëz të dyshim. Ai e bënte këtë me kujdes, pa e akuzuar kur Shehun drejt për drejt, por duke lënë që Hoxha të nxirrte vetë përfundimet. Dhe në dhjetor të vitit 1981, Mehmet Shehu u gjeti vdekur në shtëpinë e tij. Zyrtarisht vetvrasje. Por askush nuk e besoi këtë. Të gjithë e dinin se Shehu ishte vrarë ose ishte detyruar të vriste veten, sepse Hoxha kishte vendosur se ai duhej të eliminohej. Dhe pas vdekjes së Shehut, filloi një spastrim i ri, më i egër se të gjithë të tjerët. Familja e Shehut u arrestua. Miqtë e tij u torturuan. Çdo njeri që kishte pasur lidhje me të u shpall armik i popullit. Dhe Haxhi Leshi, si gjithmonë, firmosi të gjitha dekretet. Ai firmosi dënimin e gruas së Shehut, të fëmijëve të tij, të njerëzve që kishin punuar me të. Ai nuk tha asnjë fjalë. Ai thjesht firmosi, sepse kjo ishte detyra e tij. Por kësaj here, diçka ishte ndryshe. Sepse pas vdekjes së Shehut, Ramiz Alia u bë njeriu më i fuqishëm pas Enver Hoxhës. Ai mori kontrollin e plot të aparatit të partisë. Ai filloi të vendos njerëzit e tij në pozicione kyçe. Ai filloi të përgatiste terrenin për ditën kur Hoxha do të vdiste dhe ai do të merrte pushtetin. Dhe ai e dinte se Haxhi Leshi nuk kishte më asnjë vlerë. Leshi ishte një relikt i së kaluarës, një simbol i një epoke që po mbaronte. Ai duhej të largohej, por jo me dhunë, me një dalje të qetë, të kontrolluar, që nuk do të shkaktonte trazira. Dhe kështu, në nëntor të vitit 1982, Haxhi Leshi u thirr në një mbledhje të byros politike. Atje, Enver Hoxha, i sëmur dhe i dobësuar, por ende në kontroll, i tha se ishte koha që ai të dilte në pension. Ai e tha këtë me një ton të butë, pothuajse miqësor, duke e falënderuar për shërbimin e tij të gjallë. Por Leshi e kuptoi se kjo nuk ishte një kërkesë, ishte një urdhër. Ai nuk protestoi. Ai thjesht uli kokën dhe tha, siç vendos partia. Dhe kështu, pas 29 vitesh në pushtet, Haxhi Leshi u largua nga skena politike. Ai u zëvendësua nga Ramiz Alia, njeriu që kishte pritur me durim, që kishte manipuluar me aftësi, që kishte eliminuar çdo konkurrent. Dhe Leshi u tërhoq në shtëpinë e tij, në heshtje, si kishte jetuar gjithë jetën. Por pyetja që mbetet është kjo, kush fitoi më shumë nga gjithë ajo tragjedi? Kush ishte i vërteti përfituesi i terrorit që kishte shkatëruar Shqipërinë për dekada? Përgjigjja është e qartë, Ramiz Alia. Ai ishte njeriu që mori pushtetin pa e vrarë askënd me duart e tij, pa e firmosur asnjë dënim me vdekje personalisht, pa e kompromisuar veten në mënyrë të dukshme. Ai la që të tjerët, Hoxha, Leshi, Shehu, të merrnin fajin, ndërkohë që ai ngritej në heshtje. Ai ishte shembulli i përsosur i atij që shqiptarët e quajnin djalli i heshtur, njeriu që nuk bën shurm, por që në fund merr gjithçka. Dhe kur Enver Hoxha vdiq në vitin 1985, Ramiz Alia trashëgoi një vend të shkatëruar, por një pushtet absolut. Ai sundoi për 6 vjet të tjera, derisa vetë regjimi u shem. Por edhe atëherë, ai arriti të shpëtojë. Ai nuk u ekzekutua, nuk u burgos përgjithë. Ai jetoi deri në moshë të thyer, duke mbajtur sekretet e tij, duke mos kërkuar kur falje. Dhe Haxhi Leshi? Ai jetoi edhe 13 vjet pas daljes në pension, në një heshtje absolute. Ai nuk dha asnjë intervistë, nuk shkroi asnjë kujtim, nuk foli me askënd për atë që kishte bërë. Ai thjesht jetoi duke pritur vdekjen. Dhe kur vdekja erdhi në vitin 1998, askush nuk qau për të. Askush nuk e kujtoi me dashuri.
Ai u varros në heshtje si kishte jetuar. Por pyetja që na ndjek është kjo, a meriton ai të fajsohet më shumë se Ramiz Alia? A ishte ai më fajtor se njeriu që manipuloi gjithçka nga hija, që fitoi gjithçka pa e rrezikuar asgjë? Apo të dy ishin thjesht produkte të një sistemi që shndërronte njerëzit në përbindësha, që i detyronte ata të zgjedhnin midis jetës dhe shpirtit? Dhe nëse ne do të ishim në vendin e tyre, çfarë do të zgjidhnim ne? Në dimrin e vitit 1996, kur Shqipëria po përpiqej të gjente një drejtësi të vonuar për viktimat e diktaturës, një grup hetuesish hyri në shtëpinë e Haxhi Lleshit. Ata kishin një urdhër arresti. Akuza: krime kundër njerëzimit. Lleshi ishte 83 vjeç, i sëmur, pothuajse i verbër. Ai nuk u përpoq të ikte. Ai nuk protestoi. Ai thjesht u ngrit nga karrigia ku kishte kaluar vitet e fundit, duke shikuar në mur dhe u la të shoqërohej. Por kur hetuesit filluan të kërkojnë nëpër shtëpi, ata gjetën diçka që nuk e prisnin. Në një dhomë të mbyllur që askush nuk kishte hyrë për vite, kishte një ark të vjetër druri. Brenda saj, qindra letra të shkruara me shkronja të dridhuara nga familje që kishin lutur për mëshirë. Letra që nuk ishin dërguar kur të Lleshi zyrtarisht, por që dikush, ndoshta një sekretar me ndërgjegje, ndoshta vetë Lleshi, i kishte ruajtur. Çdo letër ishte një lutje për jetë. Çdo letër ishte një dëshmi e dhimbjes që ai kishte injoruar. Dhe në fund të arkës, të mbështjellë në një copë pëlhure të verdhur, ishte ai Kurani i vjetër që shërbëtori kishte parë dekada më parë. Por tani, ai kishte diçka të re, shënime në marzhe, të shkruara me dorën e Lleshit, me data. Çdo shënim ishte një emër. Çdo emër ishte një njeri që ai kishte dënuar. Ishte sikur ai kishte mbajtur një lloj ditari të fshehtë, një regjistër të fajit që nuk mund ta ndante me askën. Por pse? Pse i ruajti ato letra? Pse shkroi ato emra? A ishte kjo një formë pendimi të heshtur? Apo thjesht një mënyrë për të mos harruar se çfarë kishte bërë, sepse harrimi do të ishte një mëkat edhe më i madh. Gjyqi i Haxhi Lleshit filloi në pranverën e vitit 1997. Salla ishte e mbushur me familje të viktimave, me gazetar, me njerëz që kishin ardhur thjesht për ta parë atë njeri që kishte qenë simbol i pushtetit për 29 vjet. Por kur Lleshi u fut në sallë, shumë prej tyre mbetën të habitur. Ai nuk ishte më burri i gjatë, me pamje aristokrati, që ata kujtonin nga fotografitë e vjetra. Ai ishte një plak i përkulur, me fytyrë të rrudhosur, me sy të zbrazët. Ai ecte me vështirësi, mbështetur në një baston. Ai dukej si një fantazmë e vetes që kishte qenë dikur. Por kur prokurori filloi të lexonte akuzat, 853 dënime me vdekje të firmosura, mijëra internime të miratuara, shkatërrimi i familjeve të tëra, diçka ndryshoi në sallë. Njerëzit filluan të kujtonin. Ata filluan të shihnin jo një plak të dobët, por një njeri që kishte pasur pushtetin të shpëtonte jetë dhe kishte zgjedhur të mos e bënte. Një grua u ngrit nga vendi dhe bërtiti: "Ti më vrave burrin." Ai ishte i pafajshëm. Rojet e gjykatës u përpoqën ta qetësonin, por ajo vazhdoi: "Ai të kishte lutur. Ai të kishte shkruar. Por ti nuk lexove kur letrat tona." Haxhi Lleshi nuk e ktheu kokën. Ai thjesht qëndroi ulur, me duart e palosura në prehër, duke shikuar në dysheme. Avokati i tij u përpoq të argumentonte se Lleshi kishte qenë vetëm një figurë dekorative, se ai nuk kishte pasur pushtet të vërtetë, se vendimet merreshin nga Enver Hoxha dhe byroja politike. Por prokurori i paraqiti dosjet. Ai tregoi se në shumë raste, Lleshi kishte shkruar shënime personale në marzhe, të ekzekutohet menjëherë, pas varritje, të refuzohet çdo kërkesë për falje. Këto nuk ishin veprime të një kukull. Këto ishin veprime të një njeriu që kishte zgjedhur të jetë bashkëpunëtor aktiv. Dhe kur prokurori e pyeti drejt për drejt: "A pendoheni për atë që keni bërë?" Haxhi Lleshi ngriti kokën për herë të parë. Ai e shikoi prokurorin me ato sy të zbrazët dhe tha me një zë të dobët, pothuajse të padëgjueshëm: "Unë bëra atë që më kërkoi partia." Kjo ishte përgjigjja e tij. Pas gjithë atyre viteve, pas gjithë asaj dhimbjeje që ai kishte shkaktuar, ai nuk kishte asgjë tjetër për të thënë. Gjykata e dënoi me 15 vjet burg. Por ai nuk i vuajti kurrë plotësisht. Shëndeti i tij u përkeqësua shpejt. Ai u transferua në arrest shtëpie për arsye mjekësore. Dhe atje, në atë shtëpi ku kishte jetuar për dekada, ai kaloi muajt e fundit të jetës së tij.
Njerëzit që e vizituan në atë kohë, mjek, roje, disa gazetarë që u lejuan të hynin, thonë se ai kishte humbur plotësisht aftësinë për të komunikuar. Ai nuk fliste më. Ai thjesht ulej në karrige, duke shikuar nga dritarja, duke parë diçka që askush tjetër nuk e shite. Disa thonë se ai po shite malet e Dibrës, vendlindjen që ai kishte tradhtuar. Të tjerët thonë se ai po shite fytyrat e atyre që kishte dënuar, që po e prisnin në anën tjetër. Por e vërteta është se askush nuk e di se çfarë shite Haxhi Lleshi në ato ditë të fundit. Sepse ai kishte mbyllur çdo derë që lidhte me botën e jashtme. Ai kishte hyrë në një vend ku askush nuk mund ta ndiqte. Por ndërkohë që Haxhi Lleshi po vdiste në heshtje, një tjetër histori po zhvillohej në hije. Sepse çdo krim ka një përfitues. Çdo tragjedi ka dikë që fiton nga ajo. Dhe në rastin e Shqipërisë së Enver Hoxhës, përfituesit nuk ishin vetëm ata që mbajtën pushtetin, por edhe ata që e shfrytëzuan atë pushtet për të ndërtuar pasuritë e tyre të fshehta. Kjo është pjesa e historisë që nuk tregohet shpesh, sepse ajo prek njerëz që janë ende gjallë, që kanë ende ndikim, që kanë ende interes të mbajnë të fshehur të vërtetën. Por dokumentet që dolën nga arkivat pas vitit 1990 tregojnë një rrjet të gjerë korrupsioni që funksiononte paralelisht me terrorin. Ndërkohë që populli vdiste urije, ndërkohë që njerëzit pushkatoheshin për të folur gabim, një elitë e vogël po grumbullonte pasuri të jashtëzakonshme. Dhe në qendër të kësaj elite ishte një grup njerëzish që shumë pak shqiptar i njohin me emër, por që kontrollonin çdo aspekt të ekonomisë së vendit. Ata ishin drejtuesit e ndërmarrjeve shtetërore, anëtarët e Komitetit të Planifikimit, zyrtarët e lartë të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme. Ata vendosnin se cilat fabrika do të ndërtoheshin, se cilat produkte do të importoheshin, se si do të shpërndaheshin burimet. Dhe në çdo vendim që merrnin, ata gjenin mënyra për të përfituar personalisht. Ata krijonin kompani fantazmë që ekzistonin vetëm në letër, por që merrnin fonde nga shteti. Ata importonin mallra me çmime të fryra dhe mbaheshin diferencën. Ata eksportonin burime natyrore me çmime të ulta dhe merrnin komisione të fshehta nga blerësit e huaj. Dhe gjithë kjo bëhej në mbikëqyrjen e Enver Hoxhës, i cili e dinte shumë mirë se çfarë po ndodhte, por e toleronte, sepse ata njerëz ishin të dobishëm për të. Por çfarë lidhje kishte kjo me Haxhi Lleshin? Në pamje të parë, asnjë. Lleshi nuk ishte pjesë e atij rrjeti korrupsioni. Ai nuk kishte pasuri të fshehta, nuk kishte llogari bankare jashtë vendit, nuk kishte investime. Por ai kishte diçka tjetër, ai kishte firmën që legalizonte gjithçka. Sepse çdo vendim i madh ekonomik, çdo kontraktë e rëndësishme, çdo marrëveshje me shtete të huaja duhej të kalonte nëpër presidiumin e Kuvendit Popullor. Dhe Haxhi Lleshi i firmonte të gjitha, pa pyetur, pa kontrolluar, pa dyshuar. Ai ishte bërë jo vetëm një kukull politike, por edhe një mbulesë për korrupsionin që po gërrente vendin nga brenda. Dhe kjo shpjegon pse disa nga njerëzit më të pasur të Shqipërisë së sotme kanë lidhje familjare me zyrtar të lartë të regjimit komunist. Sepse ata trashëguan jo vetëm pushtetin, por edhe pasuritë që u grumbulluan në atë kohë. Por kush ishin këta njerëz? Emrat e tyre nuk gjenden lehtësisht në dokumente publike, sepse ata kanë pasur kujdes të fshehin gjurmën. Por ka disa emra që dalin përsëri e përsëri në raportet e sigurimit të shtetit, në procesverbalet e byros politike, në dosjet e hetimeve që u kryen pas rënies së komunizmit. Një nga këta emra është ai një ish-ministri të industrisë, i cili pas vitit 1990 u bë një nga biznesmenet më të suksesshëm të vendit. Një tjetër është ai një ish-drejtori të Bankës së Shtetit, i cili arriti të transferojë fonde të mëdha jashtë vendit pak para rënies së regjimit. Një tjetër është ai një ish ambasadori, i cili përdori lidhjet e tij ndërkombëtare për të krijuar kompani në Evropë që blenin produkte shqiptare me çmime shumë të ulta dhe i rishisnin me fitim të madh. Të gjithë këta njerëz kishin një gjë të përbashkët, ata ishin mbrojtur nga sistemi, sepse ata e shërbenin atë sistem. Dhe kur sistemi ra, ata arritën të shpëtonin, sepse kishin pasuri të mjaftueshme për të blerë imunitet. Por pyetja që mbetet është kjo: pse nuk u ndëshkuan kurrë? Pse nuk u hetuan? Pse nuk u morën pasuritë që kishin vjedhur? Përgjigjja është e thjeshtë, por e hidhur, sepse ata që duhej t'i ndëshkonin ishin vetë pjesë e të njëjtit sistemi. Drejtësia e pas komunizmit në Shqipëri ishte e dobët, e korruptuar, e kontrolluar nga njerëz që kishin interes të mbajnë të fshehur të vërtetën.
dhe kështu, ndërkohë që Haxhi Leshi u dënua dhe u burgos, ndërkohë që familjet e viktimave vazhdonin të vuanin, ata që kishin përfituar më shumë nga regjimi vazhduan të jetonin në luksos, të udhëheqnin biznese, të ndikojnë në politikë. Kjo është padrejtësia më e madhe, jo se Leshi u ndëshkua, por se shumë të tjerë që ishin po aq fajtor, ose edhe më fajtor, nuk u prekën kurrë. Në nëntor të vitit 1998, Haxhi Leshi vdiq në shtëpinë e tij. Ai ishte 85 vjeç. Vdekja e tij nuk u shënua me ceremoni. Nuk pati fjalime përkujtimore. Nuk pati varreza me nderime shtetërore. Ai u varros në një ceremoni private, të shpejtë, në një varrezë të thjeshtë, pa asnjë monument. Familja e tij nuk dha asnjë deklaratë. Ata thjesht heshtnin, si kishte heshtur ai gjithë jetën. Por në ditët që pasuan vdekjen e tij, diçka e çuditshme ndodhi. Disa nga familjet e viktimave që ai kishte dënuar filluan të vinin në varrin e tij. Jo për të ndjerë keqardhje, por për të kërkuar përgjigje. Ata linin letra të shkruara me dorë, ku pyesnin: "Pse? Pse e bëre? Çfarë fituam ne nga gjithë ajo dhimbje?" Por askush nuk u përgjigj kurrë. Sepse Haxhi Leshi kishte marrë sekretet e tij në varr. Ai kishte zgjedhur të vdesë pa folur, pa shpjeguar, pa kërkuar falje. Por a meriton ai të falet? A mund të themi se ai ishte thjesht një viktimë e sistemit, një njeri që u detyrua të zgjedhë midis jetës dhe shpirtit? Apo ai ishte një bashkëpunëtor i vetëdijshëm, një njeri që zgjodhi komoditetin mbi drejtësinë, që zgjodhi heshtjen mbi të vërtetën? E vërteta është se të dyja janë të sakta. Haxhi Leshi ishte njëkohësisht viktimë dhe kriminal. Ai ishte njëkohësisht i detyruar dhe i lirë. Sepse çdo njeri, në çdo moment, ka një zgjedhje. Edhe kur zgjedhjet janë të tmerrshme, edhe kur pasojat janë të frikshme, ne ende zgjedhim. Dhe Haxhi Leshi zgjodhi. Ai zgjodhi të jetojë në vend që të vdesë me dinjitet. Ai zgjodhi të firmos në vend që të refuzojë. Ai zgjodhi të heshtë në vend që të flasë. Dhe çdo zgjedhje që ai bëri e zhyti më thellë në një vend nga i cili nuk kishte kthim. Por çfarë na mëson historia e tij? Çfarë duhet të marrim nga kjo tragjedi? Së pari, ajo na mëson se pushteti pa përgjegjësi është një mallkim. Haxhi Leshi kishte pushtetin kushtetues për të shpëtuar jetë, por ai nuk e përdori kurrë atë pushtet, sepse ai e dinte se pushteti i vërtet nuk ishte te ai. Kjo na tregon se institucionet pa pavarësi janë thjesht fasada që fshihen tiranën. Së dyti, ajo na mëson se heshtja është bashkëpunim. Haxhi Leshi mendonte se duke mos folur, ai po shpëtonte veten. Por në të vërtetë, duke mos folur, ai po bëhej bashkëpunëtor në çdo krim që ndodhte. Kjo na tregon se në kohë terrori, neutraliteti nuk ekziston. Ose ti flet kundër padrejtësisë, ose ti bëhesh pjesë e saj. Së treti, ajo na mëson se çmimi i mbijetesës mund të jetë më i lartë se çmimi i vdekjes. Haxhi Leshi mbijetoi për 85 vjet, por ai vdiq brenda shumë më herët. Ai humbi shpirtin, dinjitetin, lidhjen me veten e tij. Dhe në fund, ai nuk la asgjë përveç një emri të mallkuar dhe një pyetje të madhe: a vlente? Pas vdekjes së Haxhi Leshit, familja e tij u përpoq të jetojë në anonimitet. Fëmijët e tij ndryshuan mbiemra, u larguan nga Tirana, u përpoqën të ndërtonin jetë të reja larg hijes së babait të tyre. Disa prej tyre emigruan jashtë vendit. Të tjerët mbetën, por nuk folën kurrë publikisht për të. Ata mbartën barën e një emri që ishte bërë sinonim i tradhtisë, i bashkëpunimit, i heshtjes. Dhe kjo barë nuk ishte vetëm e tyre. Ajo kaloi te fëmijët e tyre, te nipërit, te brezat që erdhën pas. Sepse në Shqipëri, historia nuk harrohet lehtë. Emrat mbeten. Dhe çdo gjeneratë e re duhet të përballet me pyetjen: çfarë do të bënim ne në vendin e tij? Ndërkohë, ata që përfituan më shumë nga regjimi vazhduan të jetonin në luksos. Disa prej tyre u bën politikan në demokracinë e re. Të tjerë u bën biznesmenë të suksesshëm. Të tjerët mbetën në hije, duke kontrolluar pasuri të mëdha, duke ndikuar në vendime, duke mbajtur sekretet e tyre. Ata nuk u ndëshkuan kurrë. Ata nuk u hetuan kurrë. Ata nuk kërkuan kurrë falje. Dhe kjo është padrejtësia më e madhe, se ndërkohë që Haxhi Leshi u bë simbol i fajit, ata që ishin po aq fajtor, ose edhe më shumë, arritën të shpëtonin.
Ata që manipuluan nga hija, që ndërtuan pasuri mbi dhimbjen e të tjerëve, që përdoren sistemin për përfitime personale, vazhduan të jetonin pa u prekur. Dhe kjo na tregon se drejtësia në Shqipëri ishte dhe mbetet e paplot, e selektive, e kontrolluar nga ata që kanë pushtet. Sa për vendin, Shqipëria e pas komunizmit u përpoq të ndërtoj një të ardhme të re. Por hija e së kaluarës nuk u fshi kurrë plotësisht. Institucionet mbetën të dobëta. Korrupsioni vazhdoi të ishte i përhapur. Njerëzit që kishin qenë pjesë e sistemit të vjetër gjeten mënyra për të mbetur në pushtet në sistemin e ri. Dhe kështu, ndërkohë që emrat ndryshuan, ndërkohë që flamuri ndryshoi, ndërkohë që retorika ndryshoi, shumë nga strukturat e vjetra mbetën. Kjo është trashëgimia e vërtetë e Enver Hoxhës dhe e njerëzve si Haxhi Lleshi, jo vetëm krimet që ata kryen, por edhe sistemi që ata ndërtuan, që vazhdoi të funksionojë edhe pas vdekjes së tyre. Por pyetja që mbetet është kjo: kush e dinte të vërtetën e plotë? Kush ishte njeriu që mbante sekretet më të mëdha? Ishte Enver Hoxha, që vdiq pa folur kurrë për motivet e tij të vërteta? Ishte Ramiz Alia, që mbijetoi dhe vazhdoi të heshë? Ishte Haxhi Lleshi, që mori sekretet e tij në varr? Apo ishin ata që mbetën në hije, që nuk u prekën kurrë, që vazhduan të kontrollojnë nga pas perdeve? E vërteta është se askush nuk e di me siguri. Sepse çdo regjim që mbështetet në terror ndërton edhe një sistem sekreti që është pothuajse i pamundur për t'u zbuluar plotësisht. Ka dosje që u dogjen. Ka dëshmitar që vdiqen. Ka prova që u fshehen. Dhe ka njerëz që ende jetojnë, që ende mbajnë sekretet, që ende kanë interes të mbajnë të fshehur të vërtetën. Dhe kështu, historia e Haxhi Lleshit mbetet një histori e paplotë. Ne e dim se çfarë bëri. Ne e dim se sa njerëz dënoi. Ne e dim se sa gjatë heshti. Por ne nuk e dim kurrë plotësisht pse. Ne nuk e dim se çfarë premtimi i bëri Enver Hoxha atë natë në vitin 1053, kur ai e ftoi në vilën e tij dhe i ofroi pushtetin. Ne nuk e dim se çfarë frike e mbajti atë të heshtur për 29 vjet. Ne nuk e dim se çfarë shite ai në ato ditë të fundit, kur ulej në karrige dhe shikonte nga dritarja. Dhe ndoshta kjo është mësimi më i madh, se ka sekrete që nuk zbulohen kurrë, se ka të vërteta që mbeten të varrosura, se ka pyetje që nuk marrin kurrë përgjigje. Por një gjë e dim me siguri, çdo shoqëri që nuk përballet me të kaluarën e saj është e dënuar ta përsërisë atë. Çdo vend që nuk ndëshkon kriminalet e tij është i dënuar të prodhojë kriminal të rinj. Çdo brez që nuk mëson nga gabimet e të parëve është i dënuar t'i bëjë ato gabime përsëri. Dhe kjo është arsyeja pse historia e Haxhi Lleshit duhet të tregohet, edhe nëse ajo është e dhimbshme, edhe nëse ajo na bën të ndihemi të papërshtatshëm, edhe nëse ajo na detyron të pyesim veten, çfarë do të bënim ne në vendin e tij? Sepse vetëm duke u përballur me të vërtetën, sa e hidhur të jetë ajo, ne mund të shpresojmë të ndërtojmë një të ardhme ku histori të tilla nuk përsëriten kurrë më. Por a do ta mësojmë këtë mësim? A do të gjejmë guximin për të kërkuar të vërtetën e plotë, për të ndëshkuar të gjithë fajtorët, për të ndërtuar institucione që nuk mund të manipulohen nga Tiranë? Apo ne do të vazhdojmë të jetojmë me sekrete të varrosura, me drejtësi të paplotë, me pyetje pa përgjigje? Kjo është pyetja që mbetet me ne. Dhe përgjigjja e saj do të përcaktojë jo vetëm se si e kujtojmë të kaluarën, por edhe se çfarë lloj të ardhmeje do të ndërtojmë.